Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetemi, siç do ditë nga kjo studio, veç mbarësi. Shëndet e mbarësi do t'ju uroja në këtë ditë dhe për gjatë gjithë ditëve. Të takosh njerëz që japin ditës emrin e tyre është shumë kënaqësi. Të takosh të rinj që kanë nivele dhe rezultate të shkëlqyera, ky është frymëzim. Për kundrejt këtyre ndjenjave nuk ka se si të mos u drejtohesh njerëzve të veçantë, të cilët kanë shënuar vërtet gjëra të bukura në ecurinë e tyre. Unë e kam quajtur maturantja e artë, sepse në ecurinë e saj ka patur rezultate të shkëlqyera dhe ka plotësuar të gjitha kriteret për të marrë medaljen e artë. Kjo është Sibel Luizi, e ftuara ime këtij mëngjesi. Mirëmëngjes Sibel, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën, është një kënaqësi dhe një nderë shumë i madh për mua të jem këtu sot me ju. Po edhe për mua një kënaqësi, një maturante e Kolegjit Hasan Riza Pasha, që plotëson kriteret për të fituar medaljen e artë. Është diçka shumë e bukur, edhe emocion, edhe diçka që të sjell në mendje një rrugë të gjatë përpjekjesh dhe rezultate të shkëlqyera, apo jo. Çfarë do thotë për ty këtë kjo? Atëherë për mua kjo ishte një vlerësim i madh, edhe mund të themi një finalizim vërtet i bukur i 12 viteve studim. Jam e lumtur për medaljen e artë, e emocionuar dhe paka shumë e surprizuar se duke qenë se konkurenca është e madhe, nuk është se fillimisht e prisja. Nuk e ke pritur? Jo. Po si të erdhi kjo, do të thënë, ti në fakt ke punuar për të arritur këtë nivel, apo? Po, besoj se gjatë gjithë këtyre viteve jam munduar që t'jap maksimumin për të arritur qëllimin e jetës, për të arritur shkollën atë ku dua të vazhdoj studimet e larta. Megjithatë mund të themi se nuk është se kam punuar pikërisht për medaljen e artë, po ishte një vlerësim që besoj se t'jep shtys për të ecur më shumë përpara dhe sa bukur. Po mirë, çfarë kriteresh ka për të fituar medaljen e artë, sepse nuk është diçka subjektive që një mësues ose një person ta vlerëson si kontribut dhe arritje tënde. Do të ketë disa. Po. Atëherë për të fituar medaljen e artë ishin disa kritere që duhet plotësoheshin. Fillimisht mesatarja e 3 viteve të shkollës mesme duhet ishte 10.0. Të gjitha provimet, jo nota do më thane për afruar duhet ishte 10, dhe nota e lëndës me zgjedhje duhet ishte 10.0 sërish, edhe vlente edhe pjesëmarrja në për olimpiadat. E shkëlqyer vërtet emocionuese kjo, të gjitha 10. Në fakt, ky vlerësim është certifikuar, është institucionalizuar tashmë? Ti ke plotësuar këta, po... Po, shkolla e ka konfirmuar, edhe nga zyra arsimore e Shkodrës më ka ardhur si njoftim, domethënë, që kam plotësuar kriteret për medaljen e artë. Megjithatë, konkretisht akoma nuk ende nuk është realizuar ceremonia e dorëzimit? Jo, akoma. Patjetër, që e mendon të mrekullueshme. Po, patjetër. Le të futemi në përmbajtjen e asaj që ti je në fakt, tek ajo përgatitje që ti ke bërë për gjatë gjithë kësaj kohe, jo vetëm në 3 vitet e shkollës mesme, apo jo? Është një ecuri që në shkollën fillore. Ke punuar shumë, patjetër. Po, gjithmonë jam përpjekur që t'jap maksimumin secilën lanë shkollore dhe qysh në fillore. Në fakt, kam pasur e vullnet shumë, edhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë shkolla. Jam ndje shumë mirë më marrë me libra dhe me lexu gjëra që në të vërtetë e disha që në të ardhmen kanë me më nevojit për diçka. Ke qenë gjithmonë e motivuar? Po, kam qenë e motivuar dhe kam pasur gjithnjë vullnet për të arritur përpara. Mund të them edhe ambicie, se normal ambicia dhe egoja janë mjaft rëndësishme, janë ata që
na nxisin edhe më tepër për të arritur atë ku dona. Tani që ke mbaruar maturën, 12 vjet, të kujtohet ajo nisje e parë, takimi i parë me shkollën, me librat, klasa e parë, si ka qenë, kush ka qenë mësuesja jote, si ka ndikuar? Po, më kujtohet shumë mirë në fakt unë edhe para se të filloja klasën e parë kam qenë mjaft e familiarizuar me librat, edhe për vetë faktin se mamin e kam mësuese, edhe gjithmonë është mundu që më na e fut frymen që duhet me studiuar dhe me mësu. Në klasa e parë ka jetë shumë mirë për mua, mësuesen e klasës parë ka qenë një person të i rëndësishëm, se besoj ajo është e para që nxit edhe të fut drejt rrugës së suksesit, dhe sot jam të mirënjohëse për gjithë punën. Në cilën shkollë ke qenë, Unë Sibel? në fakt jam nga Velipoja dhe kam qenë në shkollën Gjergj Vat Martini, deri në klasën e 8. Vërtet? Po. Si ka emrin e mësuesja jote e klasës parë? Mësuesja jam e klasës parë quhet Mara Marko. E përshëndesim mësuese E Mara. përshëndesim shumë. Mendon se me gjithse prindi, mami, pas ka qenë ajo që ka hedhur atë shkallarën drejt shkollës, por kur ke shkuar në shkollë, çdo gjë ka qenë më disiplinuar dhe kjo mësuese natyrisht ka të prerjen e shiritit të rrugtimit tënd shkollor, apo jo? Po. Kjo është diçka shumë interesante, sepse të mbetet në mendje ai rrugtimi i parë, ajo klasa e parë që nuk harrohet. Shokët e shoqet tuaj të klasës së parë në atë shkollë, patjetër që janë në shkolla të ndryshme, kanë mbaruar, apo ke dhe shokë e shoqe? Mbaj akoma kontakte, por që në shkolla të ndryshme, në fakt, janë shumica. Deri në klasën e 8 e ke mbaruar në shkollën e Velipojës, Gjergj Vat Martini. Dhe më pas ke ardhur në kolegjin Hasan Reza Pasha, klasë 9. Ke patur ndryshim shumë të madh nga ajo përgatitje, nga ajo ngarkesë që të shkërkuar? Sigurisht edhe për vetë faktin që një vit më të rritur ngarkesa ka qenë pak më e madhe, por që besoj që tu studiu kam arrit m'ia dal krejt mirë mban. Kam pas fatin që t'jem në një mjedis mjaft mirë shoqëror, edhe mjaft ngrohtë, edhe besoj se edhe kjo ka ndikuar që me arrit m'ia dal mban krejt mirë. Unë e shoh që ti je shkëlqyer në të gjitha, por gjithsesi si ndjen veten me prirjet tuaja nga shkencat eksakte, shoqërore? Në fakt, për gjatë gjithë këtyre viteve, më shumë më duket sikur më vinë edhe i kam qef shkencat eksakte. Sidomos më pëlqejnë landet biologjia dhe kimia, duke qenë se edhe në të ardhmen kam qef të bëhem mjeke, edhe më tërheqin jashtëmase shumë, domethënë. Edhe gjithnjë mundohem që prirem ndaj këtyre lanëve edhe mos t'i la me aq sa kërkojnë librat, po pse jo të kërkoj edhe një informacion më tepër në internet edhe të i thelloj edhe më shumë njohuritë e mia. Megjithatë edhe shkencat shoqërore më pëlqen letërsia jashtëmase, më pëlqen me shkruajt shumë. Ke shkruar? Esej më shumë hartik. Po mirë, po gjatë këtyre kohëve natyrisht ke patur intensitet. Ke studiuar shumë. Deri në sa orë ke studiuar në ditë? Kam studiuar shumë. Zakonisht mund të them rreth 4 orë, po varet edhe më shumë sipas ngarkesës. Po jam mundu gjithnjë që t'jap maksimum në studioj sa më shumë që ato që kena mësuar në shkollë, bashkë me informacionin që na kanë dhënë mësuesat, bashkë me informacionin që kam të librit të shtëpia, ti procesoj edhe të arrit t'i kuptoj sa më mirë, edhe pse jo, edhe të futem edhe më thellë nëpërmjet detajeve të tjera që edhe proceset edhe fenomenit e mësuar të ngelen në memorie. Çdo ditë ke bërë rrugën nga Shkodra në Velipoj? Po, çdo ditë. Kush të ka mbështetur? Sigurisht që familja ka kanë mbështetja më e madhe gjatë gjithë rrugtimit. Me linjë urbane apo ke me makinë private? Me makinë. Mund të hedhim pak sa vështrimi në familjen
tuaj. Mami më the është mësuese. A mund të më tregosh diçka më gjerë për prindrit? Po, atëherë mami punon mësuese te shkolla e Velipojës në ciklin e ulët, pra në shkollën fillore. E përshëndesim mamin të Po, ndërsa babain e kam nga sektori ndërtimtarisë, ka një firmë të vogël ndërtime. Po ti je një vajzë vetëm apo ke edhe motrë e Jo, vëllezër? kam edhe një motor edhe një vëlla më të vogël. Po ata si shkojnë me shkollën? Shumë mirë. Mendon se je një shembull për ta, apo ecin edhe ata në gjurmët tuaja, apo kanë drejtime të tjera? Besoj se shembull jam, po sigurisht që secili ka prirjet e veta që mundohet që mi zhvillu në ata që i pëlqejnë aty në më shumë. Sibel, ke një emër shumë të bukur. Çfarë do thotë emri yt? Atëherë emrin tim është një emër turk në fakt. Po, e kam dëgjuar në një film. Po. Emrin ma kanë vu mami dhe babi, ka një emër që edhe aty në ju ka pëlqy jashtë mase dhe ja u dukt të jeti përshtatshëm për mu. Përsëri duke ju drejtuar një filmi, ose një titulli, unë do të them duaja emrin tënd, që do të thotë për ty? Emri për mu, do më thonë, ka qenë mjaft i rëndësishëm për vetë faktin që ma kanë vu prindrit, edhe besoj që... Beson do ta nderosh këtë emër. Besoj që do ta nderoj. Ashtu siç deri tani e ke bërë këtë. Shpresoj. Sibel, le të kalojmë përsëri tek shkolla. Ditët intensive, ka rivalitet. E ke ndjerë rivalitetin? Rivaliteti normalisht ekziston gjithmonë, por besoj që në shkollën tonë jena eduku që mu mundu më shumë me ndihmu njëri tjetrin edhe me mbështet në ato pika ku janë të dobta se sa me ndjejat rivalitetin dhe konkurrencën, edhe besoj se kjo gjë e ka mbyt pak a shumë rivalitetin mes nesh. E për këta jam mjaft mirë njohëse si shkollës që na ka rrit dhe eduku me këtë frymë dhe si midishit shoqëror në cilin jam rrit edhe eduku. Njeriu gjithmonë është në një garë, në radhë të parë një garë me vetveten, e pastaj me të tjerët. Duke qenë se rezultatet, kërkesat, impenjimi, këmbgulja, vullneti, të gjitha janë në motor të ndezur, natyrisht çdo ditë ka patur historinë e saj. Dhe të dashur të kaloshën edhe sfida, natyrisht, të kujtohet diçka. Sfida normalisht gjatë gjithë viteve shkollore, çdo ditë është një sfidë e re për të gjithë, po mund të përmendi faktin që kam marrë pjesë në olimpiada, besoj që ata janë një sfidë ndryshe, duke qenë se atë marrin pjesë gjithë nxënësit më të mirë, e besoj që edhe konkurrenca, emocionet rriten, se gjithë janë në garë për të arritur majat, edhe kjo është një sfidë jashtëmose e madhe, nga që do më thonë edhe sfidon vetveten, por edhe je kundrejt të tjerëve, edhe besoj që këto njeriu duket sikur është bëhet edhe më tepër ambicioz dhe egoja e të gjitha rriten për të arritur suksesin. Po të shikosh paksa historinë e nxënësve të shkollës suaj, pjesëmarrje në olimpiada, asef më së shumti. Si ka qenë kjo pjesëmarrje tek olimpiadat? Rregullisht kam marrë pjesë në olimpiadat, si në çfarë sektore? Kam marrë pjesë në ASEF, në shkencat natyrore, në për video të shkurtra që janë bërë, në video shpjeguese rreth një teme specifike për një lanë shkencore. Kam marrë pjesë edhe në për olimpiadat shtetërore, kombëtare që bëhen rajonalet në Shkodër. Kryesisht jam fokusuar te biologjia, se siç thash është edhe lana kyçe për të arritur aty ku dua. Por kam marrë pjesë edhe në letërsi, se biologi do më thonë më vjen me shkruajt edhe më pëlqen jashtëmase. Je ndjerë shpeshherë dhe ngarkuar sepse mësuesit për shembull të kanë thënë Sibel, do marrësh pjesë tek ky seksion, një tjetër të ka thënë tek ky. Pra, meqense se ti ke qenë me rezultate dhe je me rezultate të shkëlqyera, ke refuzuar ndonjëherë ndonjë pjesëmarrje apo në të gjitha je munduar të shpërndash përkushtimin tënd? Në fakt jam munduar që më shumë u fokusu tek ata që më kanë ardhur dhe mu më shumë, por edhe që më duhen më shumë.
Besoj se ja kam arritur me sukses deri këto. E vërtet që ka qenë një ngarkesë pak më e madhe edhe intensiteti I punës është dashur me qenë më I lartë, por I kam bërë me kënaqësi të madhe, edhe jam ndjej mirë, domethënë, gjithmonë. Për shembull në olimpiadat më të fundit, ku ke marrë pjesë? E fundit olimpiadë që kam marrë pjesë ka qenë olimpiada e biologjisë, olimpiada rajonale në Shkodër dhe kam zënë vendin e dytë. Një rrugtim që ka një libër, ka patë e të cilit janë të hapur për të shkruar, sepse aty gjen vite, ditë shkollore me intensitet të tensionuar, por edhe me kënaqësitë e marrjes së rezultateve, por që shkruan ditë pas dite, sepse ti patjetër, dhe kjo dihet që ti do të rrugtosh në studimet e larta tashmë. Çfarë mendimit ke? Pak më herët më thatë për degën e mjekësisë. Po, mjekësia në fakt është një ëndër e cila e kam pas qysh në moshë të vogël dhe përgjatë këtyre viteve nuk jam lëkund kur, domethënë, gjithnjë kam qenë te ajo degë. Besoj që është një ndër degët më të bukura që ofrohet dhe profesioni I mjekut besoj që është një ndër profesionet më të nderuara dhe më të rëndësishme për të gjithë, domethënë. Në fakt, kjo dashuri për degën e mjekësisë të ka ardhur vetvetiu apo ke patur edhe ndonjë ndikim? Ka ardhur krejt vetvetiu, asnjëherë domethënë nuk më është imponu për askujt. Thjesht më ka pëlqyer gjithmonë edhe një pjesë të madhe të kohës e kaloj duke pa rreth dokumentar spitalet ndryshme, filma, pse jo dhe jetën e ndonjë doktori që I bajnë publike, domethënë, më pëlqen shumë. Të studiosh në mjekësi është diçka shumë e bukur, për nga ana vështirësive ti patjetër që ke mundësi për të kaluar, ndërsa jeta natyrisht është me sfida të veçanta, ja për shembull tani në situatën Covid e tjerë mund të përballesh edhe mendon se edhe je shpirtërisht gati për të kaluar të gjitha këto. Tashmë besoj se po, se jam e përgatitur shpirtërisht për vazhduar përpara. Sibel, diçka e bukur, por kjo mendon se duhet të ketë një mbështetje apo jo? Po, kam mbështetje gjithnjë, domethënë kam marrë mbështetje është mos e të madhe për gjithëve, sidomos familja normale. Janë ata që mbështesin partë edhe që shtyjnë për të arritur përpara, se normal janë të partë që kënaqen më shumë për suksesin e fëmijës tyne. Megjithatë përgjatë viteve kam marrë një mbështetje shumë të madhe edhe prej shkollës, prej gjithë mësuesave që I falenderoj shumë për gjithçka që kanë bërë për ne. Situata Covid si ka ndikuar tek ti? Besoj se ka qenë një situatë e prekshme edhe e papritur për gjithë. Pandemia normalisht që na ka prekur pak, na ka bërë që të shpërqendrohemi, por besoj që tashmë të paktën mendërisht jena ambientu me këtë gjë, jena mësu edhe normale që fillim ishte një problem edhe ndikoi pak a shumë tonë, po besoj se tashmë kam arritur me kalu këtë gjë. Ke studiuar gjatë gjithë kohës dhe natyrisht ke ndjekur me një ndjeshmëri, ritmi të brendshëm punën e mjekëve që punojnë. E personelit shëndetësor. Po, edhe kjo situatë domethënë nuk më ka lëkund hiç prap nga vendimi im, biles fakti që ata janë aty edhe janë heronjtë tonë në këtë pandemi, më ka bërë që me dashur edhe më shumë punën e mjekut, edhe me kuptuar edhe më shumë se sa e rëndësishme është. Sa bukur. Në fakt, gjithë këto vite shkollore që finalizohen me rezultate të shkëlqyera, kthen kokën nga institucioni, nga shkolla e Velipojës, ku ti ke nisur, por edhe nga Kolegji Hasan Riza Pasha, ku ti mbyll ciklin 12 vjeçar të studimeve. Patjetër që ajo rruga drejt shkollës është një kujtim I paharruar, apo jo? Përsëri ndoshta do të bjerë rruga ndej, do ta kthesh kokën. Çfarë do të kujtohet më së shumti? Do të kujtohet gjithçka, momentet e bukura që kena kaluar, sa shumë kena mësu,
dhe të kujtojnë mësuesat që gjithmonë janë përpjekë që me dhanë maksimumin që edhe ne me pas rezultate të shkëlqyera, gjithçka domethënë. Aktualisht Vera pa shkollë, por me afrimin e shkollës, çfarë ndjeshmërie ka tek ti? Si po i kalon këto ditë? Momentalisht jam përpjekur që të pushoj edhe të mundohem që të qetësohem pak, se normalisht nga që kam qenë edhe maturante, intensiteti i punës si dhe stresi kanë qenë bajagit larta. Megjithatë sërish ekziston edhe aja frika, ai tensioni se po afrojnë aplikimet dhe shumë shpejt kanë medalje dhe rezultatet e shkollave dhe Po ti e qetë tek aplikimet, sepse je absoluta, po jo, 10-0-0. Po e qetë jam, po ekziston sërish ai tensioni i brendshëm. Do ta ndjekesh në arsimin shtetëror, publik? Po, do ta filloj arsimin shtetëror në Shqipëri. Në Shqipëri. Po. Nuk i zgjedhur të shkosh diku? Jo, vendosa që të rinj në Shqipëri, duke ditur se edhe Shqipëria ofron, domethënë, bajagi si arsimim të mirë, por gjithashtu edhe punë, edhe pse jo mos i shërbej vendit tim në të ardhmen. Bukur. Mendon që të kesh një specializim apo është ende heret? Në fakt më pëlqen kardiologjia momentalisht, por besoj se është akoma heret se edhe 6 vite që është mjekësia e përgjithshme më ndryshojnë shumë gjëra. Mendon se çelësin e suksesit e ke në dorë? Çfarë thot ky çelës? Në dorë, mund të themi se akoma nuk e kam në dorë pikërisht, besoj se kjo gjë ka me ndodhur kur të arrij me përfunu edhe shkollën e lartë. Megjithatë besoj se jam shumë afër atij çelësit, edhe shpresoj domethënë që më shkojë edhe rrugtimi më tej ashtu siç ka shkuar deri tani. Megjithatë kam pasur vullnet edhe shumë vetë motivim, gjë që s'ka më mungu astesh, edhe besoj se kam me arrit me i finalizu si duhet edhe studimet e larta. Në fakt, për ata që janë në rrugtimin tënd, ata që dëshirojnë të mbërrinë në stacionet e mbërritjes të suksesit, çfarë do të thojë? Do t'ju thosha që kur mos të heqin dorë nga ajo që në të vërtet duhet bëhen, se asgjë nuk është e pamundur, e vetmja gjë që duhet është me punu shumë, me vullnet, me shumë motivim, edhe gjithmonë me qenë ambicioza që me arrit më bë ata që në të vërtet ndërron gjithë secili prej nesh. Kjo është Sibel Luizi, maturantja e artë, e cila plotëson të gjitha kriteret për fitimin e medaljes së artë dhe që pritet të rrugtoj përsëri në dëshirën e saj drejt mjekësisë, e pse jo të bëhet nesër një mjeke e përkushtuar. Shpresoj. Sibel, të falenderoj shumë që erdhe sot në Mirëmëngjes Shkodër, që munduam të ndjekim pak hapat tuaj të përkushtimit, të këmbguljes, të seriozitetit, të suksesit, të mbërritjes e përsëri të stacioneve të reja që të presin. Të uroj mbarësi, gjithmonë mbarësi dhe këtë përkushtim me seriozitet që të ka karakterizuar. Qofsh gjithmonë e mrekullueshme, e suksesshme, ashtu siç je tani. Shumë faleminderit për gjithçka, shumë faleminderit për ftesën. Ishte një kënaqësi shumë e madhe edhe për mua që të isha këtu sot me ju. Në fakt është vërtet një kënaqësi për mua të ftoj të tillë kualitete të rinj, të cilët i kanë dhënë kuptim jetës me punën, përkushtimin dhe seriozitetin. Faleminderit.